Mos I hidhni gjethet e fikut, ja pse ja vlen t'i mblidhni. Përshëndetje miq, sot do të flasim për fikun, një pemë e njohur prej mira vitesh, e cila na dhuron jo vetëm fruta të shijshme, por edhe gjethe që janë përdorur tradicionalisht në shumë vende. Fiku me emrin shkencor Ficus carica rritet shumë mirë edhe në Shqipëri. Frutat e tij janë të pasura me fibra, vitamina dhe minerale, ndërsa gjethet përmbajnë përbërës bimor dhe antioksidant që kanë tërhequr interesin e studiuesve. Gjethet mblidhen zakonisht gjatë verës kur janë të shëndetshme dhe të gjelbra. Zgjidhni gjethet të pastra, pa njolla ose dëmtime. Më pas vendosini të thahen në hije në një vend të ajrosur. Pasi të jenë tharë plotësisht, ruajini në një kavanos shelqi ose në një qese letre larg lagështisë. Një nga mënyrat më të njohura të përdorimit të tyre është përgatitja e çajit. Për një filxhan çaj mund të përdorni 1 ose 2 gjethe të thara, t'i hidhni në ujë të nxehtë dhe t'i lini të qëndrojnë rreth 10 minuta. Më pas kullojeni dhe nëse dëshironi, mund ta shijoni pa sheqer ose me pak mjaltë. Studimet kanë treguar se gjethet e fikut përmbajnë antioksidant dhe përbërës të tjerë natyral. Disa kërkime sugjerojnë se ato mund të ndihmojnë në mbështetjen e kontrollit të sheqerit në gjak dhe të kenë veti antioksiduese e antiinflamatore. Megjithatë, nevojiten më shumë studime për të konfirmuar këto efekte dhe çaji I gjethetve të fikut nuk duhet të përdoret si zëvendësim I trajtimit të përshkruar nga mjeku. Duhet të dini edhe një gjë të rëndësishme. Kur këputni gjethet ose degët e fikut, del një lëng I bardhë. Te disa persona, ky lëng mund të shkaktojë irritim të lëkurës ose ta bëjë atë më të ndjeshme ndaj diellit. Prandaj është mirë të përdorni doreza nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe të lani duart pas mbledhjes. Natyra na ofron shumë bimë të vlefshme dhe fiku është një prej tyre. Duke I njohur dhe duke I përdorur me kujdes, mund të përfitojmë nga tradita dhe nga njohuritë që shkenca vazhdon të studiojë. Përveç çajit, gjethet e fikut janë përdorur tradicionalisht edhe në gatim në disa vende të botës. Ato përdoren për t'i dhënë aromë ushqimeve gjatë zierjes ose pjekjes. Kanë një aromë më të lehtë që disa e krahasojnë me vaniljen dhe arrën e kokosit. Kjo është arsye pse po bëhen gjithnjë më të njohura edhe në kuzhinën moderne. Gjethet e fikut përmbajnë fibra, flavonoide dhe përbërës të tjerë bimor. Pikërisht këta përbërës po studiohen për vetitë e tyre antioksiduese. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtojmë se një stil jetese I shëndetshëm bazohet në një ushqyerje të ekuilibruar dhe këshillat e mjekut jo vetëm tek një bimë e vetme. Nëse keni një pemë fiku në oborrin tuaj, mos I shpërfillni gjethet. Mblidhini në kohën e duhur, thajini me kujdes dhe ruajini siç duhet. Mund të jenë një mënyrë e këndshme për të përgatitur çaj aromatik dhe për të njohur më mirë vlerat që na ofron natyra. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, të abonoheni në kanalin Baçja Magjike dhe